Atër po shikojmë për shenjën e peshores, çfarë do na rezonojnë të peshore të javë të muajit të gushtit. Shpresojmë që t'jenë anët më të mira pozitive kjo shenja e peshores. Shohim që tek peshore do ndikoj identiteti femër, është duke luftuar me prezencën e saj në punën e saj dhe në idetë e saj. Shoh që ka kaluar një sfidë në jetën e saj, është përballur me persona negativ, persona të cilët kanë ndikuar në mbarvajtjen e punës dhe në marrëdhënie. Koha ideale e saj është bërë si mburoja vetvetes, duke kaluar një sfidë të vështirë dhe po kërkon që të rregullojë gjërat e saj me pikpamjet më të larta. Shoh që identiteti mashkull tek peshorët po qëndron pak si i stepur dhe në mendime, po mendon që të realizojë 2 qëllime kryesore dhe të jetë vigjilent, të mendojë vetëm për gjërat e veta dhe mos të tregojë dhe personave të cilët ka pasur komunikim, qoftë miq, qoftë shok apo bashkëpunëtor në marrëdhënie në punësim. Shoh që tek identiteti femër, femrat janë pak si të pasigurta në lidhjen e tyre në dashuri, ndjejnë frikën dhe trishtimin sepse kanë përsëritur të njëjtat modele sjelljesh në lidhjen e tyre, çdo gjë i lën pas shpinës edhe mendojnë të realizojnë një qëllim të ri. Realisht shikoj dhe identitetin mashkull, që identiteti mashkull tek peshorët i ka bërë gjërat në hapin e dur dhe mendon t'i përmbush detyrimet dhe qëllimet në familje. Mendoj se ka një ecuri, kjo javë ka një ecuri tek pjesa e financave dhe mendon një udhëtim të largët në këtë kohë, por udhëtimi do jetë në fundin e muajit të gushtit. Shoh tek femran që ka një ascendent të shenjës së Virgjëreshës, duke ditur një rreth shoqërie të cilët i besojnë dhe ka një siguri tek pjesa e ascendentit të Virgjëreshës, tek shoqëria e saj ose më saktë një mike, një shoqe që i duket çdo gjë në transparencë, në bisedime, në marrëdhënie me të gjitha sfidat ose problemet, ajo komunikon dhe flet me të për t'i sqaruar ose gjen mbështetjen e saj maksimale. Shoh që tek identiteti mashkull mendon që gjërat tani ka ardhur koha dhe momenti që do i ka përmbushur këtë qëllim dhe mendon të shikoj gjërat me pikpamjen e tij në qetësinë dhe në heshtjen e tij. Është ascendenti i shenjës së Dem, sugjeron tek pjesa e meshkujve sikur jep më primare ecurinë në lidhjen e tyre me punën, në lidhjen në marrëdhënie me persona të tretë, por i studiojnë më mirë hapat në këtë kohë. Është projektuar tek peshorët të kenë një ardhmëri, një ndryshim punësh shikoj tek peshorët. Shoh që kanë gjasa në rregullimin e pjesës së punës, ndryshime në pozicionime, ndryshime në pjesën e mënyrës organizimit të punës, do përdorin teknika dhe politika të reja në ekonominë e tyre në punë. Por femrat çdo herë janë vigjilente dhe nuk duan të depërtojnë dhe lejojnë persona të tretë në ndërhyrjen e marrëdhënies në dashuri. Kanë përjetuar jetesën me plot maska në rivalitet, duke njohur më mirë transparencën e personave më të besueshëm. Personat të cilët ndikojnë në pjesën e peshores këtë javë janë persona që tregojnë një ego dhe një strategji ndryshe sjellje, jo si dikur që mendohet dhe veprohet si ata lejoshin dorë të rrjedhës së ngjarjes. Tani mendojnë që të jenë më vigjilent ndaj tyre. Midis tyre ekziston dhe mundësia e një ndryshimi në udhëtimin e tyre, plani për vendosjen e diçka të re në jetën e tyre, aprovimi dhe mendimi i një arsye më të madhe për të vazhduar në ndryshim të jetesës. Atëherë do përzgjedhim 3 mesazhe kryesore të cilët çfarë do rezonojë kjo shenjat e peshores, si do vazhdojë ecuria e tyre dhe si do qëndrojnë ato pas gjithë kësaj periudhe, çfarë do vendosin në sakt kundrejt
kësaj sfide që ka pozicionuar në jetën e tyre. Mendojmë se mesazhi i parë, ose mesazhi i parë që do të dominojë janë femrat, janë cimburoje vetvetes që nuk do lejojnë dhe do të jenë më të depërtueshme në jetën e tyre, duke ditur që asnjë mundësi nuk do jetë nga persona të jashtëm, qoftë persona të cilët janë si miq në rrjetet sociale ose miq në jetën reale, aktive, që të kenë komunikim për të vazhduar një qoftë dhe një arsye më tepër. Shoh që mesazhi i dytë i shikojmë meshkujt që janë duke menduar se hapat e tyre do jenë më të drejta, nuk do mendojnë më gjëra do t'i presin me fjalë të pakta, të shkurtra, vendosin me vendosmëri të madhe, paçka se janë pak kokfor dhe jo tolerant këtë javë, nuk do ndikoj më shumë toleranca. Madje shikoj edhe pjesën e mesazhit të tretë, është që dikush nga jeta e ka larguar, nga identiteti mashkull ka larguar me lehtësi një identitet të cilët ai e ka pasur besueshmëri më të madhe, sepse janë ndjen vetëm të tradhtuar, të mënjanuar nga gjithçka që ka pasur besimin tek ky person ose tek ky identitet, të cilën mund ta ketë pjesëtar të jetës së tij, qoftë nga familja apo qoftë edhe një person të besueshëm që mund ta ketë në rrethin e miqësisë.